Në spektaklin e së premtes të Big Brother VIP Kosova 4, një prej momenteve që të roqi më shumë vëmendjen ishte transmetimi i një klipi ku banorët diskutonin me sinqeritet dhe padorashka për temën e familjes, jetën personale dhe presionet që shoqëria shpesh u imponon individëve. Biseda e cila përfshinte reflektime të thella dhe rrëfime intime shkaktoi një jeon të gjerë si brenda studios, ashtu edhe në rrjetet sociale, duke hapur një debat më të gjerë mbi parajgjykimet kulturore dhe pritshmëritë tradicionale që i vendosen njerëzve, veçanërisht grave. Gjatë këtij momenti emocional, opinionistja e programit, këngëtarja shumë e dashur Leonora Jakupi, vendosi të ndante një pjesë të jetës së saj personale, duke i dhënë diskutimit një dimension edhe më njerëzor. E ndikuar nga ajo që po dëgjonte nga banorët, Leonora tregoi se edhe vetë ishte përballur për vite me radhë me pyetje dhe komente të vazhdueshme lidhur me jetën e saj private, konkretisht me statusin e saj martesor dhe mungesën e fëmijëve. Ajo zbuloi se presioni shoqëror për të ndjekur një rrugë të caktuar të jetës është bërë pjesë e përditshmërisë së saj, ndonse shpesh ka zgjedhur të heshtë e të mos bëj publike barrën emocionale që ai presion bart. Me një sinqeritet të rrallë, artistja rrëfeu: personalisht për veten time shpesh jam gjykuar, pse s'po martohesh ti, pse s'po krijon familje, pse nuk ke fëmijë. Ajo shpjegoi se këto pyetje nuk vijnë vetëm nga njerëz të panjohur apo komentues në rrjetet sociale, por ndonjëherë edhe nga rrethi i saj tepër i afërt. Mirëpo, siç theksoi Leonora, këto ndërhyrje sado të pafajshme të duken në sipërfaqe, mbartin presion të madh emocional, sidomos për gratë që janë figura publike dhe jetën e tyre private e kanë në vëzhgim të vazhdueshëm. Megjithatë, këngëtarja u shpreh se pavarësisht presionit, vlerësimi i saj për familjen dhe prindërimin mbetet i palëkundur. Personalisht konsideroj që fëmijët janë bekim dhe familja është bekim, tha ajo duke theksuar se këto vlera për të kanë qenë gjithmonë të rëndësishme. Leonora shtoi se ndonjëherë rrethanat e jetës, angazhimet profesionale dhe përgjegjësitë ndaj familjes së origjinës e bëjnë kohën të kalojë me një shpejtësi të pabesueshme, derisa papritur njeriu e kupton se ka lënë pas dore disa dëshira të brendshme. Vitet kalojnë aq shpejt, saqë e vëren që ndjen një mungesë të madhe, një zbrazëti që dikur duhet ta plotësosh, u shpreh ajo me një ton të butë. Deklarata e Leonora Jakupit preku shumë njerëz, duke shkaktuar reagime të menjëhershme nga publiku në studio, ku disa prej të pranishmëve u emocionuan dukshëm. Edhe në rrjetet sociale, fjalët e saj u shpërndan gjerësisht, shoqëruar me komente solidarizuese nga gra që ndjen të lodhura nga paragjykimet e shoqërisë, por edhe nga burra që pohonin se presioni shoqëror është real dhe shpesh i padrejtë.